Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Dou, i shoqëruar nga kryebashkiaku i Pukës Rok Doda, inspektuan punimet e projektit riabilitimi dhe zgjerimi varrezave publike të qytetit të Pukës. Investimi i Qarkut në bashkëpunim me Bashkinë vjen si kërkesë e komunitetit të zonës, pasi varrezat publike të Pukës kanë një numër të kufizuar parcelash të lira, gjë që ka sjellë vështirësi për shumë familje në momentet më të ndjeshme të jetës. Përmes këtij investimi krijohet një hapësirë denje, sistemuar dhe e sigurt, ku qytetarët të kenë mundësi të kryejnë shërbimet funerare. Është një bashkëpunim shumë i mirë midis Këshillit të Qarkut dhe Bashkisë Pukë në një projekt social, sepse ishte i domosdoshëm ndërhyrja në këtë pjesë të varrezave. Kemi të bëjmë me rrethimin dhe sistemimin dhe riabilitim të varrezave publike të qytetit të Pukës. Lëvizja në hapësirat e varrezave tashmë do të jetë shumë më thjesht për qytetarët të qytetit të Pukës, ku do të kemi sistemim, rrafshim, do të krijohen trotuare lëvizëse nëpërmjet hapësinave të varrezave. Ky është një lloj respekti dhe qarshi komplet banorëve që pushojnë në këto varreza, në shtëpinë e tyre të përhershme tashmë. Gjithashtu është një vlerësim edhe për banorët e qytetit të Pukës, të cilët e kanë më të aksesueshëm edhe më të mundshëm vizite në këto varreza. Një investim shumë i domosdoshëm, i shumë pritur edhe prej banorëve, një vlerësim që i bëhet tyne njerëzve tanë që ndohen tu, është banesa e përjetshme e tyne. Kujdesi është vërtet edhe ne po bëjmë mas miri falë një bashkëpunimi të shkëlqyer që kena pas me Këshillin e Qarkut Shkodër, një investim i cili bën mujtën që varrezat e qytetit Pukës të marrin një pamje krejt ndryshe, shërbimi këtu të jetë në cilësinë e duhur, këtu mos të jetë si më përpara që bakti kafshë tegra të jetë në mënyrë të shturë, duke dëmtuar edhe varrezat. Jena në kohën e duhur, në momentin e duhur që ne investimit t'i adresojmë aty ku janë të domosdoshëm për qytetarët e Bashkisë Pukë. Me kryetarin e Qarkut ne kena pas edhe bashkëpunime tjera, nuk i kena bërë publike akoma. Ka qenë edhe rruga që lidh rrugën nacionale me fshatin Lufpla, një rrugë prej 1.3 km e bëme totalisht me asfalt, kështu që bashkëpunimi me Këshillin e Qarkut do të jetë edhe në vijim me investime tjera. Desha të falenderoj kryetarin e Qarkut, kryetarin e Bashkisë, supervizorin për këtë punë mirë që po bëhet. Edhe desha t'ju them edhe diçka, se sa herë që ju bëni punë mira, do keni shumë urime nga komuniteti, nga qytetarët e Pukës. Punimet përfshin rrethimin e territorit, sistemimin dhe nivelimin e terrenit, ndërtimin e rrugëve përkombësor si dhe zgjerimin e parcelave për t'u përgjigjur nevojave të ardhshme. Ky projekt është pjesë e një pakete investimesh që Këshilli i Qarkut po kryen në të 5 bashkitë e Qarkut të Shkodrës, me fokus për të përmirësuar infrastrukturën publike dhe për t'i dhënë komunitetit shërbime me standarde më të larta.